rastisht keni vendos me qëndru, apo ka qenë që me thonë një komunikat për shty për familjes ju që po rrim këtu, për këtë dhe këtë arsye? Unë në biografi me Short Bio që është në rrjetet mia sociale e kam të shkruar që si një biografi të shkurtër që formulohet me një fjali, unë jam veteran i të gjitha betejave të pasluftës. Pra, eksperiencat e mia janë edhe me sistemin arsimor, edhe me ata shëndetësor, edhe me ata ekonomik, medial, e tjera. Në sicilën prej tyne, si çdo qytetar i Kosovës, jem plagos minimum nga 1 herë, e 2 herë, e 3 herë. Edhe nëse shkojmë dikun, edhe nëse themi shojmë ëndra që t'jetojmë në një qytet ose shtet tjetër më të mire, më të madhe, më të zhvilluar ekonomikisht e në çdo aspekt tjetër, kjo është atë dheu jonë. Këto metra katror, kjo Kosovë vogël, kjo Shqipni, kjo themi Maqedoni, Malsi, këto janë trojet tona, këto janë ku ti qosh me mëngjes edhe nuk i nevojë dikujt me ja boni telefon, po thjesht dele pi një kafe dhe i takon ja 8 vetë tjerë me cilët socializohesh e bën muhabet. Kjo nuk është në vende tjera të botës, nuk është edhe për shkak të mënyrës se si funksionon ai vend, edhe për shkak të plot aspekteve tjera sociale e integruese. Unë nuk është që nuk isha pas qef me u zgjun me mëngjes me pas përballë liçenin e Luganos. Por unë zgjohem me mëngjes edhe e kam përballë një rrugë që nuk renovohet kurrë. Po kjo është një farë mjaftueshmërie që unë e kam me venin tem, familja jam e ka me venin ku jetojmë, ne përpiqemi, punojmë, bëjmë ka pak edhe biznes, edhe punë tjera, në mënyrë që ta krijojmë një rrethant të përshtatshme që të mbesim këtu për ton jetën. Pra, unë atë dhe tjetër pas Kosovës as nuk kërkoj, as nuk du. A ka ndonjë moment tjetës tonë që ke thonë gabim që kom najtë këto? Janë ca momente eksperienca me shëndetësinë kosovare, të cilat nuk do t'i sjellja këtu si bisedë, sepse janë të themi private dhe janë me fund të lumtur, por që është më e rëndësishmja, por unë mendoj që janë një 2-3 themi rrëzime ose thymje të mëdha që kryesisht kanë të bëjnë me sistemin e shëndetësisë, pastaj me sistemin e drejtësisë e tjera që njerin, adin të thotë, që hem të lypë mëre këtu kur janë ton këto padrejtësie, ton këto padituni. Mirë po, këto janë themi qastit edhe njeri u kthehet përsëri në gjenesë, do të ka dalë, po me gjitha to, kjo aspekti social që i kemi këtu adin është që të plotëson. Unë jam shumë i lidhur me Kosovën, ëndrat e mia më të bukura janë në Kosovë, do me thonë, unë ëndrat e mia nuk isha kërkun tjetër pas në Kosovë. Edhe është interesant, kur shoh një ëndër të bukur që më plotëson, e shoh në Kosovë edhe në dimër. Do me thonë, këto janë shobor edhe shoh në një ngjarje që kryesisht ndodh në Gilan, do me thonë, kjo është nuk jam i interesuar që të kem një adresë tjetër, përderisa ajo nuk sforcohet nga një fuqi tjetër më madhore e që nuk është në dorën tënde. Okej, edhe je shumë i gatshëm i promovu këto lajmet e mira për Kosovën, je fansi i kombëtarës Kosovës edhe këtë këtyre kosovarëve që kanë arrit suksese jashtë. Pra, nuk gjithë je kështu kujdestar për me u bë sherr arritjeve. Duhet me rikujtu. Perfekt. I kom disa pyetje, si me thonë, Fatmiri përballë vetës. Po. Cila frika ju i më e madhe? Frika e më e madhe nuk ka të bëj kur me mu, ka të bëj me fëmit. Pra, unë friksohem për fëmit e mi dhe të ardhmen e tyre dhe jashtë asaj edhe për fëmit e këtij veni në përgjithësi. Nuk kam nej frikë personale, nuk friksohem nga vdekja.
S'friksohesh. Nuk friksohem. Nuk, ajo është Një Mekija... Për besë nuk friksohem. Është një farë gjysmë frike nga e panjohura. Në trishtona. Apo? Ja, unë nuk friksohem. Unë jam besimtar, unë besoj që në një moment caktuar takohemi me Krijuesin dhe është një botë më e bukur dika për te. A kështu do më thonë e ki... Edhe spirituale mund të themi, është edhe shpirtërore. Po jo, sinqerisht nuk shkronjë për shkronjë, po ta them, nuk e kam, sepse është një diçka, nuk friksohem prej gjërave që nuk janë dorën tam. Do më thonë, thjesht është barë maj madhe se që njeriu mundet me barë. E unë i friksona për i ketë sanave që nuk janë dorën tame. Po nuk më thonë që është ngarkesë ekstra. Leo sunin drejt, po du me ta rikujtu edhe njerë, ki me dik. Absolutisht, do me thanë. Mi që është mirë, sa ma larkë, shpresoj me ren edhe me moshë caktume, po kjerri ka me metë parkum në borë. Absolutisht, po. Ka mi gradi kusht tjetër, shpresoj fmit. Absolutisht. E që ju bënd të lumëtër? Lumëtur sukseset e familjes. Do më thonë, e ki shumë të lidhë. Absolutisht. Familja jote është zona, jenë dy djemë. Janë dy djemë, po. Ajo që ka mu përmbush është kur familja kanë suksese në jetën e tyre. Me shpresë që nuk po t'ingloj shumë i centralizum, por unë menoj që ajo që e thotë edhe Nën Tereza, nëse do paqen botë, shko duje familjen tënde. Është pak mendim i relativisht i djath, po mbase i tillë. Çfarë ju bën nervoz kështu një mend? Çfarë zemrën, si më thonë? Mu më bën momentalisht nervoz gjuha e urrejtjes që kam ri kulmin edhe zenitin e vet qoftë në përditshmërinë televizive, qoftë në rrjetet sociale. Jemi ka shkojmë dika ku base mundet mos me pas këthim. Do me thonë, jemi në një drejtim... E që ka ndodhë, buf, për shamu, se ta shesho, si me thonë, din është një burë, do këtë, si me thonë, i ka gruën, fëmin, nështë është edhe gjysh, apo din, edhe, që tash, që me thonë, këto e mësën, për një komenti, e shenë një koment, ka shajt, njoni që aty rast, kështu, adin, edhe me thonë, edhe tash të hinë shkën të profili, e shaj, ka një jetë, ka një diçka. Po, është me nipin. Ja uron ditlindje nipin. Abedin, do më thonë... Aty ta shananën. Po. Leo. Pse nga bojnë së shqiptarë? Unë i kom 44 vjetë, jemi në gjenerat. Në jetën tem, në marrëdhënie private, në rrjete sociale, kur kërkujt nuk i kom thonë po fol pa lidhje. Pra këtë fjali. Le mo ma shumë diçka. Jo, në jetën tem, i kom 2 persona njët me cilë di me u përla profesionalisht. Vetëm 2. Është gruaja jam edhe një kolega, Astrid Kabashi. Me këta dy jam përlarës profesionist. Pra di kur qysh tek.